Përshëndetje nxënës. Unë jam Shemsia Ajdare, mësuese e klasës së 5 pranë shkollës fillore 7 Marsi, fshati Çanutek, komuna e Dervenicës, Tetov. Sot, në lëndën e gjuhës shqipe, do të njihemi në temë letërsi, do të njihemi me poezi pranvera të poetit të madh shqiptar Ndrem Ljedës. Nxënësi do të njihet me vargjet e poezisë, pra do të lexon poezi. Të rikujtoj njohuritë për stinën e pranverës, të njihet me numrin e strofave dhe vargjeve të poezisë, të dalloj rimën në poezi, të formoj pesëvargësh për stinën e pranverës dhe të zbuloj qëllimin e vargjeve. Çfarë shohim në fotografi? Pra fotografinë e parë, të dytë, të tretë dhe të katërt, shohim pamje të ndryshme të natyrës, pra, të cilat paraqesin stinën e vitit e datë. Pranvera, vera, jetër, dimri. Pra nxënës të dashur, me cilën stinë jemi ne tani? Pra, ne jemi në stinën e pranverës. Të mendoj dhe të sqaroj se si e kuptojnë se erdhi pranvera. Pra, dallon dyshet kthehen, lulet lulezojnë, bilbilat dhe flutrat fluturojnë, koha ngrohet. Pra nxënës të dashur, ne sot do njihena me vargjet e poezisë pranvera të poetit të madh shqiptar Ndrem Ljeda. Do të lexoj një herë unë vargjet. Jeni lodh, dallon dyshet shkreta, je molis, zi o bylbyl. Ah, pushoni streku jeta, pushon kopsht të njaj zymbyl. Mbi krah tuaj rridhena shtjera, ju pranverën në prut këtej. Ç'lodhni ju pra dallon dyshet mjera, ri bylbyl lulzim që kthej. Se që i prue prej malit dullit, e të në fushës ushqimin e në borë për shpërthejnë lullit, por si fëmijë që zbulohen gjep. Vllat i letë më vat dashnijen, puthi pemën gjimp për gjimp, u zgju pema e që po shihet, mbuloj mbarë në për kopsht tim. Ndej bri votrës njerë myket, vrapo, bulk, ku puna tret, tu i vru fushën kau për lyket, lip mu vu për lavër të vetë. Pra, si që pat, poezia e Ndrem Ljedës pranvera është e përbërë prej sa strofave? Ajo është e përbërë prej 5 strofave. Pra, strofa e parë, e dytë, e tretë, e katërt e strofa e 5. Të shohim se cila strofë nga sa vargje është e përbërë. Se cila strofë ka këngë nga 4 vargje. Të shohim ka 4 vargje, të shohim rimën. Çfarë është rima? Në vargjet kemi rimë të gërshetuar A, B, A, B. Pra paraqet rimë në mes vargut të parë dhe të tretë dhe vargut të dytë dhe të katërt. Të shohim. Pra, në strofën e parë kemi shkreta u jeta, bylbyl, zybyl. Në strofën e dytë kemi tjera, të mjera, këtej, kthej. Në strofën e tretë kemi ulet, lulet, i nep, ndjep. Në strofën e katërt kemi dashnije, shihet, përgjem, kopshtem. Në strofën e tretë myket, bërlyket, të rret, vet. Ja, dhe këtu i kemi strofën e parë, shkreta u jeta, bylbyl, zybyl,
strofën e 2 tjera të mjera këtë kthej. Në strofën e 3 ulet, lulet, nep nxjep, strofën e 4 kemi dashni shihet, gjem, tem, strofën e 5 kemi myket, bërlikët, thërret, vet. Dhe tash nxanës na vjen me radhë të përmendim 5 vargësh për stinën e pranverës. Pranvera të shohim si është, e bukur, e ngrohtë. Çfarë na bën? Na gëzon, na frymëzon, pra na zbukuron. Të shkruajmë një fjali, e bukur, stina e pranverës. Pra, drejt na inicion kjo në lumturi. Të shohim vargët që i ka shkruar poeti, çfarë qëllimi ka pasur? Çfarë paraqet? Poeti na paraqet stinën e pranverës si stinë më të bukur dhe më emocionuese. Tjetër, ai ju drejtohet dallëndysheve dhe bilbilit për rrugën e gjatë të kaluar për të ardhur në vendin tonë, pasi ato kanë kaluar një rrugë të gjatë derisa të vinë këtu. Poeti, përmes shpenzave, gjelbrimit, lulëzimit dhe fillimit të punës së bujku lajmëron pra stinën e pranverës. Këto kanë qenë disa qëllime që poeti i ka shkruar këto vargje dhe kujt i është drejtuar. Pra ne sot, nxënës të dashur, u njohëm me poezinë Pranvera të Ndre Jetës. Detyrë shtëpie, për ty keni 3 angazhime. Në pyetjen e parë keni të përgjigjeni pyetjeve në libër faqe 125. Ushtrimi i dytë keni të shkruani ese për stinën e pranverës. Kurse angazhimi i tretë është bëni një ilustrim për pamjen e natyrës në stinën e pranverës. Kaq për sot, të dashur nxënës, ju përshëndes. Faleminderit, ditën e mirë.